Me 10 janar në ambientet e restorant Sirena në Prishtinë, televizioni TVR realizoi audicionin për pranimin e kandidatëve në departamentin e marketingut. Komisioni përbërë nga drejtori televizionit TVR, Rifat Avdiu, përgjegjësës së këtij sektori Luljeta Kryoziu dhe asistentes Merita Kuleta. Kandidatët të cilët ishin një numër i madh vinin nga rajonet të ndryshme të Kosovës. Kishin profile të ndryshme si studentë të diplomuar të fakultetit juridik për marketing dhe ekonomik. A mendoni se keni fondin e duhur, qoftë shpirtëror, durimin, bindjen, guximin? Ndoshta në fillim për arsye se s'kum punu, s'kum pas përvojë pune ekonomikun. Po besoj jam shumë një zonë se drejt në që mësoj shumë shpejt, besoj që se do ta kam problem. Si shkoi intervista? Shumë mirë, ishin shumë të kuptueshëm dhe shumë të mirë. Keni menduar që do të ketë kaq konkurrencë të madhe? Po mendu se është një televizion shumë i mirë, ka shumë nisi të mira. Ku jeni informuar për herë të parë për audicionin? E shikoj shumë televizionin. Televizionin tonë? Po, muzika është shumë e mirë, edhe tjera emisione shumë mirë. Unë në televizion kom prej shpesh herë që del një reklam edhe ai thot publicitet. Unë në fakultet e kom shumë se publiciteti nuk paguat. Po. Edhe thashti ato reklamat që dalin në televizion, ato paguan krejt. Ai nuk është publicitet, pa ajo është reklam. Marketingun më thonë e kuptoj si koncept, po tash bash konkretisht në çka ma shumë ka më kërku të ju, ato nuk po e di, po marketingun më thonë reklama, publiciteti, promocioni. Si shkoi intervista? Mirë, intervista më pëlqej, ke interesant, bashkë bisedimi lehtë. Ku jeni informuar për audicionin? E kom pa në TVR, e kom pa në televizion. Pat konkurrencë që pat edhe vetë keni pritur? Nuk e prit që të kesh ka shumë konkurrencë, pasi që unë e thash që e kom pa në televizion, po prapë më pëlqej, konkurrenca është gjithmonë e mirë. Si shkoi intervista juaj? Mirë shumë, gjithçka ka shkuar në rregull, edhe shumë të afër kanë qenë bisedë, nuk ka pas diçka. Ku jeni informuar për herë të parë për shpalljen e konkursit? Përmes rrjeteve sociale në Facebook. E keni pritur që do të ketë kaq konkurrencë të madhe? Po e kom prit me qenë se aty shkruan që në sektorin e marketingut, edhe tash shumë po ka diplomum, dhe kom prit që ka me konë konkurrencë. Përshëndetje. Përshëndetje. Besoj shumë që nuk jeni lodhur. Jo, as pak. Kisha kënaqësinë e veçantë. Si shkoi, dim që keni qëndruar 3 orë, 4 orë. Unë ju falenderoj, por kishte mjaft kandidat, që jemi shumë të kënaqur natyrisht, të profileve të ndryshme. Më e mira e kësaj ishte se kishte interesim edhe nga gjinja femrore, domethënë, edhe e mirëpresim, edhe kishte me shkollime të ndryshme. Keni arritur të nxjerrni atë çfarë jeni duke kërkuar? Të drejtën nuk është e lehtë nxjerrim sepse kishte mjaft të mirë. Kishte edhe shumë të mirë, kishte edhe me eksperjenca. Kështu që mendoj që Po, përshtypja më e mirë është se interesimi ishte shumë i madh. Do të thënë se marketingu është specifik. Duhet t'jesh në teren, duhet t'jesh në kontakte me personalitetet të ndryshme, me njerëz ndoshta edhe që nuk e kuptojnë vetë faktin e marketingut, por e mira që interesimi është shumë i madh edhe e kanë kuptuar vlerën e marketingut. Ka shumë vite që ju punoni në sektorin e marketingut. Pat ndonjë që ju la shumë përshtypje këtu? Drejtën më ju thënë kishte mjaft që më lanë përshtypje, po ka gjëra të vogla, të cilat marketingu i ka prioritet, paraqitja, veshja, qëndrimi, pyetjet e para, domethënë ai paraqitja e parë ka atë vlerën e vet të cilën që nuk i mungonte kandidatëve.